Rusi si nevojitet një model i ri qeverisës pasi ky aktuali është i dalë kohe. Është shprehur kështu një nga ekonomistët dhe biznesmenët më të njohur të vendit, German Gref, i cili ushtron detyrën e shefit ekzekutiv të bankës më të madhe kredituese Sberbank. Sipas tij ka ardhur koha të dalë jashtë funksioni modeli i qeverisjes aktuale, i cili u formua shekullin e kaluar. Модель государственного управления, которая складывалась в прошлом столетии и в общем. Modeli i qeverisjes i cili është formuar shekullin e kaluar është i dalë mode. Është ende funksional gjatë 10 viteve të fundit, por po vjen në pikë kritike, u shpreh Gref. Kreu i qeverisë së Moskës, Vladimir Putin, ka bindjen e plotë se do të fitojë zgjedhjet presidenciale të muajit mars dhe do të rikthehet në detyrën që mbajti prej vitit 2000 deri në vitin 2008. Ai mund të shërbejë si president i vendit për 2 mandate 6 vjeçare dhe të sundoj vendin deri në vitin 2024. Gref theksoi edhe një herë zemërimin e mira rusëve, të cilët dolën në rrugë për të protestuar kundër zgjedhjeve parlamentare dhe shprehu irritimin e tyre për mënyrën se si kryeministri Vladimir Putin dhe presidenti Dmitri Medvedev kërkojnë të shkëmbejnë vendet e tyre. Në lidhje me këtë zhvillim, Gref, pavarësisht kundër modelit, shprehet se Putin vazhdon të jetë zgjedhja më e mirë për Rusinë, të paktën nga perspektiva ekonomike.